Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin korrik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Bricjapit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e hënës së re, sepse dhe ato kanë ndikimet e veta, dhe videot e muajit që po japim për muajin korrik. Atëherë, shohim energjinë që vjen edhe për ju. Atëherë kemi energji të shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të zjarit. Por ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh në një situatë pak kënaqësie, jeni ndjerë të pavlerësuar. Ju mund të keni investuar shumë në një njohje, lidhje ose në marrëdhënie tuaja dhe ju shoh që sikur e mbani sekret këtë situatë, por ju shoh pak të bllokuar. Sikur dëshironi të bëni diçka, por sikur ju jeni bllokuar dhe nuk mund të lëvizni për të ndryshuar situatat. Në lidhje me një pjesë tjetër, ju shoh që keni investuar shumë emocionalisht dhe keni marrë shumë pak nga personat që keni në jetën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, mund të jeni, nuk e di, mund të keni në lidhje me punën, ju mund të keni punuar shumë, por të ardhurat tuaja kanë qenë të vogla, ose keni investuar diku shumë dhe përfitimet tuaja kanë qenë të vogla, dhe shoh kjo mund të ketë lidhje edhe me një sekret, ose ju e mbani sekret, ose ju do zbuloni një sekret, një të fshetë. Dhe ju shoh sikur nuk bëni dot gjë, edhe pse zbuloni diçka, ju sikur ju janë lidhur këmbët, ndjeni të bllokuar. Gjithsesi kjo energji erdhi, këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë me javën e dytë, shohim se si do dali java e dytë, si do jetë për ju. Në javën e dytë erdhi përsëri një energji pak e ngarkuar dhe më vjen keq për këtë, por gjithsesi ju shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, çliroheni nga disa situata tensioni dhe stresi që mund të keni pasur për një kohë të gjatë, por përsëri sikur nuk jepni dot zgjidhje situatave. Dëshironi të bëni një fillim të ri, por nuk jepni dot zgjidhje, sepse ju dëshironi të mbroni zemrën tuaj. Për gjithë ata që mund ta gjejnë veten në këtë pjesë, për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja ku ju keni kaluar për një kohë të gjatë disa situata stresi dhe tensioni, dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndjeni në dilema në lidhje me një person që mund të keni në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie. Dhe sikur dëshironi të mbroni veten tuaj. Ndërsa në lidhje me punën, nuk e di, por ju dëshironi të bëni një fillim të ri, shoh një kontratë, një punë e re, ose një bashkëpunim, një partneritet, por sikur dëshironi të çliroheni nga diçka që ka lidhje me të kaluarën, që ka zgjatur, ose me një periudhë të mëparshme, që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe ju shoh që dhe kjo gjë do t'ju bëj pak konfuz, ky fillim i ri që dëshironi të filloni. Mund të jetë një fillim i ri në lidhje me një punë nga ana ekonomike, me një partneritet, me bashkëpunime ose kontrata të ndryshme që dëshironi të bëni, por do ndjeni edhe në javën e dytë ju shoh, edhe pse çliroheni nga situatat e tensionit dhe të stresit që kanë vazhduar për një kohë të gjatë, përsëri ju do ndjeni konfuz. Dëshironi të mbroni veten tuaj, punën tuaj, karrierën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Dhe këtu nuk tham energjit, keni energjit shenjave të zjarit dhe të ajrit,
por këtu keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe përsëri të zjarit. Ju shoh në një energji zjari më tepër gjatë këtij muaji. Gjithsesi, kalojmë përsëri nga dilema në dilema. Disa prej jush mund të jeni edhe midis dy personave. Mund të jeni midis dy personave dhe ju sikur nuk po jepni zgjidhje kësaj situate. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni midis punës dhe familjes. Për një pjesë tjetër mund të jeni dilema në lidhje me finalizimin e njofjeve, lidhjeve ose nuk e di çfarë keni, ose në rastin tjetër mund të jetë që ju ndoshta dëshironi të bëni një bashkëtesë, ose të shkoni diku me pushime, dhe kjo gjë ju fut pak në dilema. Mund të jeni midis punës, familjes, punës dhe pushimeve që ju vërtet i dëshironi t'i bëni. Dhe në mesin e javës do përballeni me disa pengesa, por ju do t'ja dilni. Këto mund t'jenë pengesa në dashuri, mund t'jenë pengesat e vendit punës, nga ana ekonomike, por e rëndësishme është që ju ja dilni dhe ju shoh në lëvizje. Ju shoh në lëvizje me shumë pasion. Një pjesë prej jush do keni një romans ose sepse ju shoh me shumë pasion. Dhe këtë do ta keni në një udhtim që do shkoni. Ju mund të shkoni me pushime dhe aty të njihni një person. Për pjesën tjetër, do jeni në lëvizje në lidhje me punën tuaj, në lidhje me kontrata të ndryshme që dëshironi të lidhni gjatë muajit korrik. Por shoh mund të keni thamë udhtime, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhtime për qejf ose udhtime për pushime ose udhtime pune. Por është një javë që ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës për të kërkuar gjërat që ju dëshironi. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 ju shohte energjia e tokës që jeni dhe ju vetë, kemi përsëri energji zjarit dhe kemi energjinë e shenjës së ujorit. Në lidhje me pjesën e personave që mund të dëshirojnë të futen në një njohje të re, ose dhe të gjithë ata që do kenë një romans, ju do dëshironi të investoni tek ky person. Ndoshta ky person do lë gjurmë tek ju. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të jetë që ju dëshironi të investoni në një njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe këtu flasim nga ana emocionale. Ose ju do dëshironi të shkoni së bashku me pushime gjatë javës së 4. Ju shoh në pritje, mund të jeni në pritje të një personi që është në distancë, mund të jeni në pritje për t'u larguar me pushime. Ju mund të largoheni nga vendi tuaj jashtë shtetit, nga jashtë shtetit të ktheheni në vendlindjen tuaj, dhe shoh një realizim. Ju do realizoni gjërat që ju dëshironi të bëni gjatë fundit të muajit. Sepse ju shoh që ju keni manifestuar në lidhje me këtë gjë, me një pritje. Mund të jetë pritja një personi, është një person që në distancë dhe ju e prisni. Në rastin tjetër mund të jetë pritja e një përgjigjeje për të shkuar me pushime, por shoh realizim. Ndërsa për disa të tjerë mund të dëshironi të shtoni të ardhurat tuaja nëpërmjet një pune të dytë ose te vendi punës ku jeni, dhe jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me një punë ose në lidhje me rritjen e rrogës tuaj. Dhe ju shoh përsëri në realizim dhe në lidhje me këtë. Sepse është një fuqi e jashtëzakonshme nga universi që ju realizon dëshirat gjatë javës së 4. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike, por dhe me punën tuaj. Por mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që keni, sepse s'mund t'i përmendim të gjitha. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë për ju, java e 4, edhe pse do keni ulje ngritje gjatë muajit korrik, por këto janë për të çliruar nga situata të ndryshme, e shoh më tepër, për të bërë fillime të reja, për të dalë nga dilemat, për t'i dhënë zgjidhje situatave dhe problemeve që mund të keni, dhe ju shoh që në javën e 4 ju do realizoni gjërat që ndoshta mund të jeni duke u munduar gjatë muajit. Dhe kjo mund të ketë lidhje me fëmijët, me shtëpinë,
me punën tuaj nga ana ekonomike, mund t'i merrni në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi, fundi muajit është një muaj pozitiv. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë për muajin korik. Dhe kemi numrin 18, kemi kartën e hënës, edhe pse hëna është tani, por është edhe gjatë muajit tjetër, hanë dhe hanë plot. Dhe ju shoh, është një moment shumë i rëndësishëm psikologjik, thot, në lidhje me ju. Duhet lini mbrapa, thot, momentet e vështira që ju keni kaluar, ose gjatë këtij muaji, ju do lini mbrapa momentet e vështira që keni kaluar. Dhe ju mund të keni kaluar momentet e vështira në dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në një rast. Në rastin tjetër, mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike. Dhe mesazhi që ju japin angjëjt, ju thonë, lërini mbrapa situatat e vështira që keni kaluar deri në këto momente, braktisni frikrat që keni brenda vetes tuaj. Sepse këto frikra që mbani, ose pasiguri që mund të mbani brenda vetes tuaj, këto ju lën mbrapa. Është një mesazh vërtet fantastik, sepse unë shoh një energji që ju jeni të bllokuar, do ndiheni pak, pavarësisht keni kaluar shumë tensioni, pavarësisht se çliroheni nga këto tensione gjatë këtij muajit, ju shoh shumë konfuz dhe shumë në dilema. Thjesht lerini mbrapa gjithçka që mund të keni kaluar. Dhe shikoni përpara, sepse gjërat që keni kaluar ju mbajnë mbrapa, nëse ju përqendroheni aty. Gjithsesi është një mesazh fantastik edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e hënës së re, sepse edhe aty ka shumë gjëra për ju. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, dëgjojmë te videot e radhës.